Më dhem shumë, aktori Xhevdet Jashari, më mirë thua jam serb se kosovar, s'ka kosovar, ka vetëm shqiptar. Aktori i njohur shqiptar nga Maqedonia e Veriut, Xhevdet Jashari, i cili u bë i famshëm me rolin e Arif Hikmetit në serialin Osamir, është rikthyer në skenën e aktrimit pas një pauze 5 vjeçare. Pas një qëndrimi në Gjermani, Jashari është rikthyer në rajon dhe i është bashkuar kastës aktorëve në serialin e ri Bashkallaj, duke marrë vëmendje edhe për ndryshimin e madh në pamje. Megjithatë, përveç rikthimit të tij artistik, Jashari ka tërhequr vëmendje të madhe me deklaratat e forta që ka dhënë në një intervistë. Ai ka shprehur pakënaqësinë e thellë ndaj përdorimit të termit kosovar, duke konsideruar atë si një produkt të propagandës serbe. Kosovar është serbisht, kosovar janë ata që vetë fjala Kosovë vjen prej serbëve, vetë fjala Kosovë vjen prej serbëve. Duhet mi ardhë shumë rand atij shqiptari që thot jam kosovar. Ndarjes që e bëjnë fatkeqësisht ka shumë, por për mua janë shumë pak. Më dhem shumë kur dikush thot kosovar. Shumë më dhem. Ka thënë Jashari me tone të ashpra dhe të ngarkuara emocionalisht. Ai theksoi se do shumë Kosovën dhe shqiptarët e Kosovës, por se nuk pranon ndarjen identitare mes shqiptarëve duke e parë si të rrezikshme dhe të dëmshme për unitetin kombëtar. Çka me thënë, unë jam shqiptar i Maqedonisë, që e du Kosovën, i du shumë shqiptarët e Kosovës. Çka me thënë, ai Preshevës, ne jemi shqiptar, nuk jemi serb, nuk jemi Maqedonas. Mallkuar kofta ai që bën ndarjen e shqiptarëve, ai që thot kosovar jena, jo bre, si jeni kosovar. Më mirë thuaj jam serb, se kosovar. Si e bre kosovar, ti je shqiptar. Terminologji që e ka shpik serbi e ti me pranu. Se di qysh e pranojnë që ata, se cili njeri e ka të drejtën e vetë, me shprej qysh ndihet, tha aktori. Gjithashtu aktori theksoi se çdo njeri ka të drejtën ndjehet si dëshiron, por se ai vetë e refuzon plotësisht përdorimin e termit kosovar, duke cilësuar si një terminologji që e ka shpik serbi.